Kampionati i Seris B nga sezoni i ardhshëm mund të ketë një tjetër futbollist shqiptar në radhët e tij. Rilind Nivokazi po shkëlqen në futbollin zviceran me fanellën e Sionit dhe ka tërhequr vëmendjen e disa klubeve, siç raporton Tuttomercato Web. Futbollisti 26 vjeçar, i lindur në Itali, është rritur në akademitë italiane, mes të cilave edhe te Atalanta, ndërsa ka një eksperiencë edhe me Foggian në futbollin e të rriturve. Më pas, ai nisi rrugtimin në Zvicër, ku së fundmi ka lënë shenjë me Sionin duke shënuar 12 gola e dhënë 4 asiste në kampionatin aktual. Ndaj disa klube italiane janë interesuar për të, duke synuar që ta transferojnë në sezonin e ardhshëm përsëri në Itali, duke e filluar nga Seria B me emra si Modena e Avellino që mund ta kenë prioritet. Nivokazi ka qenë pjesë e përfaqësuesve të moshave të Italisë, por më pas kaloi te ajo U21 e Kosovës për të përfaqësuar Dardanët.